Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, institucion që funksionon në varësi direkte të Bashkisë së Tiranës, ka çelur një tjetër procedurë tenderimi që lidhet me mirëmbajtjen e sheshit qendror të kryeqytetit, pikërisht sheshit Skënderbej. Bëhet fjalë për një hapësirë me kosto të konsiderueshme, barë që në fund reflektohet tek taksapaguesit. Megjithatë, deri në këtë moment nuk është bërë publik asnjë preventiv lidhur me të ardhurat që gjeneron ky shesh, përfshirë qirat për aktivitetet apo burime të tjera financimi. Në të njëjtën kohë, mënyra se si janë zhvilluar procedurat e mirëmbajtjes ndër vite ka ngritur vazhdimisht dyshime, pasi fondet duket se përfundojnë tek të njëjtët përfitues. Sipas dokumentave të analizuara nga redaksia si për vitin 2026 ashtu edhe për vite më të hershme, rezulton se këto fonde janë orientuar vazhdimisht drejt kompanisë Fusha. Ky e fundit ka qenë pikërisht përfituese kryesore e tenderit për ndërtimin e sheshit me një vlerë totale që arrin rreth 17 milion euro. Pas përfundimit të ndërtimit, Bashkia e Tiranës ka vijuar të hapë procedura të tjera që lidhet me këtë hapësirë, ku në mënyrë të përsëritur fituese ka dalë po e njëjta kompani. Edhe për tenderin e vitit 2026, procedura është aktualisht e hapur dhe operatorët ekonomik kanë në dispozicion disa javë për dorëzimin e dokumentacionit. Duke marrë në konsiderat precedentët, lind pyetja nëse edhe kjo procedurë është e paracaktuar për të njëjtin operator ekonomik. Nga mënyra se si janë zhvilluar tendrat të mëparshëm, rezulton se surpriza në shpalljen e fituesit është minimale, për të mos thënë e papërfillshme, çka sugjeron një vijimsi të praktikave të mëparshme nga drejtuesit të vjetër dhe aktual të strukturave në varësi të Bashkisë së Tiranës. Referuar dokumentacionit që disponon redaksia, Drejtoria e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, e drejtuar nga Piro Sinjari, ka hapur një procedurë me afat 32 mujor për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sheshit Skënderbej. Fondi limit i këtij tenderi është 132 milion lek, që i konvertuar në valutë europiane arrin rreth 1.4 milion euro. Në dokumente specifikohet se hapja e ofertave është planifikuar për datën 20 prill 2026. Gjithashtu janë detajuar edhe kërkesat konkrete që duhet të përmbush subjekti fitues, si dhe shërbimet që duhet të ofrojnë në kuadër të mirëmbajtjes së sheshit. Ndërkohë bie në sy fakti se Bashkia e Tiranës dhe institucionet në varësi të saj realizojnë disa procese paralele për pastrim urban, tendra të përgjithshëm pastrimi e operimin e kompanisë Eko Tirana, si dhe procedura të veçanta për zona specifike si në rastin konkret. Dokumentet shoqëruese të tenderit përcaktojnë në detaje dhe ndërhyrjet që kërkohen. Përfshihet pastrimi sipërfaqeve të ndryshme, si ato me pllaka, beton të lartë dhe të rrafshuar, granil apo asfalt. Parashikohet gjithashtu sprazja e koshave të mbeturinave, ndërhyrje mirëmbajtja dhe riparime në rast të dëmtimesh. Lista e shërbimeve përfshin edhe sistemin e kanalizimeve dhe pastrimin e zgabrave të ujrave të shiut. Po ashtu kërkohet mirëmbajtja e sistemit të ndriçimit publik dhe të hapësirave të gjelbra, përfshirë pastrimin e barrave të këqija dhe shtimin e materialeve dekorative si ashk lapishe. Në dokumentacion theksohet se kompania fituese duhet kujdeset edhe për funksionimin e shatërvanëve, si atyre me presion ashtu edhe atyre me rrjedhje, si dhe për mirëmbajtjen e çezmave publike. Ndër elementet e tjerë përfshihen stolat prej betoni, hapësirat për parkimin e biçikletave, kangjellat, si dhe lyerja e elementeve bllokues të trafikut. Gjithashtu parashikohet që operatori të kryejë pastrim edhe gjatë zhvillimit të eventeve publike apo private, si dhe të menaxhojë aksesin e mjeteve në hapësirat e sheshit. Nga verifikimi i procedurave të viteve të kaluara, rezulton se në vitin 2023, për të njëjtin shërbim fituese është shpallur kompania Fusha. Në qershor të atij viti, ajo parashitej një ofertë prej 106 milion lekësh, ndërkohë që në garë kishte edhe oferta më të ulta, deri në rreth 200.000 euro diferencë, të cilat u skualifikuan. Sipas të dhënave, kriteret teknik, veçanërisht ato që lidhen me eksperiencën në punë të ngjashme, duket se janë përcaktues në mënyrë të tillë që favorizon një operator specifik. Një nga kushtet kryesore është që subjektet pjesëmarrëse duhet të provojnë realizimin e punëve të ngjashme në masën 40% të vlerës së kontratës. Në këto kushte, duke qenë se kompania Fusha ka qenë përfituese thuajse të gjitha procedurave të lidhura me këtë shesh, duke marrë parasysh mungesën e rasteve të ngjashme në Shqipëri për mirëmbajtje të këtij niveli, ajo paraqitet si favoriti kryesor edhe për tenderin e vitit 2026.